këtë edicion do të ndiqni. Ndërkohë që në vend ka rënë numri rasteve pozitive me COVID-19, një gjë e tillë po vërehet edhe në komunën e Gjakovës. Sipas shifrave, dita ditës numri pacientëve që po trajtohen për COVID-19 në spitalin Isa Grezda po bie. Situata e njëjtë e zvoglimit të rasteve është edhe në institucionet arsimore. Shoqata Kosovare për Siguri dhe Shëndet në Punë së bashku me shkollën Gjon Nikol Kazazi në Gjakove shënuan ditën botërore të sigurisë në punë. Secili turist që përzgjedh të vizitojë qytetin e Gjakovës dhe pika turistike mund ta ketë më të lehtë qasje në to. Krejt kjo fal broshurave që ka realizuar Komuna e Gjakovës, respektivisht Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Policia e Kosovës po vazhdon që të shqiptojë gjoba për shkak të mosrespektimit të masave për parandalimin e përhapjes së virusit korona. Sipas një deklarate të lëshuar për media, vetëm në 24 orë të fundit, policia ka shqiptuar 926 gjoba për qytetarë që nuk i respektuan masat anti-COVID-19 të vendosura nga institucionet shëndetësore e shtetërore. Ndërkohë që në vend ka rënë numri i rasteve pozitive me COVID-19, një gjë e tillë po vërehet edhe në komunën e Gjakovës. Sipas shifrave, dita ditës numri pacientëve që po trajtohen për COVID-19 në spitalin Isa Grezda po bie. Situata e njëjtë e zvoglimit të rasteve është edhe në institucionet arsimore. Gjatë ditëve të fundit po vërehet një rënje numrit të hospitalizuarve për COVID-19 në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakovë. Bazuar në raportin e 24 orëve të fundit, në këtë spital janë gjithsej 61 pacient që po trajtohen për COVID-19, prej të cilëve 46 janë të konfirmuar pozitiv, 12 negativ dhe 3 janë ende të pakonfirmuar. Me oksigjenoterapi po trajtohen 38 pacient, ndërsa me CPAP mask vetëm 2 pacient. Ndërsa nga Shqipëria janë gjithsej 4 pacient që po trajtohen këtu. E numri i vogël i infektuarve me këtë virus vërehet tashmë edhe në institucionet arsimore të komunës së Gjakovës. Edhe në institucionet shkollore, për momentin numri i stafit arsimor është 5 të infektuar, kurse në zonë është 3. Realisht është numri më i vogël drejt tani të infektuarve, po besoj që kjo pushimi që ka dhënë Ministria e Arsimit e ka bërë efektin e vet. Po, duke u falendëruar ato masave që ka marrë Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim me drejtorët e shkollave me stafin arsimor që i kanë respektuar këto masa dhe që kanë dhënë efektet e para, do thotë që ka zbrit ky numër. Vlen të theksohet se aktualisht nuk ka asnjë të infektuar nga stafi i spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakovë. 28 prilli është dita botërore e sigurisë dhe shëndetit në punë. Njohës të fushës thonë se siguria dhe shëndeti i punëtorëve po vazhdon të jetë jo i kënaqshëm në Kosovë. Një gjë e tillë ka dalë në pa edhe në periudhën e pandemisë, ku shumë punëtorë kanë humbur jetën si pasojë e mossigurimit adekuat të masave anti-COVID-19 nga punëdhënësit dhe institucionet. Në ditën botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë, në tryezën e fondacionit Friedrich Ebert Stiftung, u kritikua edhe mos koordinimi ndër-institucional për implementimin e ligjit për siguri dhe shëndet në punë. Organizatorja e kësaj tryeze, Besa Luzha, tha se vëmendja e institucioneve duhet të jetë më e madhe në sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve. Në shumë vendet punës, punëtorët shëndetësor, punëtorët në organizatat të ndryshme kanë humbur punën ndoshta pikërisht për shkak që nuk janë siguru masat e duhura anti-Covid ose nuk janë respektu kufizimet e ndryshme të cilat janë bërë dhe kemi pa, domethënë, ose thjesht për shkak të pamundësisë me u mbrojt. Përmirësim të gjendjes së punëtorëve nuk po sheh as Avni Ajdini nga BSPK. Nuk ka përmirësim derisa me 40 inspektor tentojmë të inspektojmë mbi 80.000 biznese. Kështu që edhe këta janë në hall të madh, se si mund të inspektohen për shembull aq shumë biznese me kaq pak inspektor. Përkundër numrit të vogël të inspektorëve, Agim Millaku nga Inspektorati i Punës tha se ka mungesë të bashkëpunimit me përfaqësues sindikal për realizimin e inspektimeve. Kemi probleme edhe ne kur shkojmë në inspektim si inspektor, sepse neve na duhet një bashkëpunim, neve na duhet një përfaqësues sindikal me na përcjell gjatë inspektimit. Nuk ka.
s'kanë po e të organizu celula sindikale për subjektet të caktuar. Dita botërore për sigurinë dhe shëndetin në punë është një pjesë integrale e strategjisë globale mbi sigurinë dhe shëndetin në punë e drejtuar nga ILO, e cila promovon krijimin e një sigurie globale parandaluese dhe të një kulture shëndetësore me përfshirjen e të gjithë akterëve. Edhe shoqata kosovare për siguri dhe shëndet në punë së bashku me shkollën Gjë Nikol Kazazi në Gjakov e shënuan ditën botërore të sigurisë në punë. Shoqata kosovare për siguri dhe shëndet në punë, Kosha, në bashkëpunim me Qendrën Parësim dhe Këshillim Profesional Gjë Nikol Kazazi në Gjakov, shënuan ditën botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë. Këtë vit, shoqata kosovare për siguri dhe shëndet në punë, në mënyrë tradicionale e shënon këtë ditë botërore për siguri dhe shëndet në punë, e cila është njëjtën kohë edhe dita kur përkujtohen të gjithë ata që e kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës. Pra është një ditë e rëndësishme botërore ku qëllimi kryesor pra është që të sensibilizohet popullata në barë botërore për rëndësinë e të pasurit një siguri dhe shëndet në punë të mirëfillt. A ka siguri në ditët e sotme në punë? Mundemi të themi se kemi përparim shumë të madh në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në vendet e punës, posaçërisht në Kosovë, duke pas parasysh se në vitin 2000 kemi pas një luftë dhe pas asaj gjithçka ka qenë e shkatruar, por mund të them lirisht se tani e kemi fitu hapin me gjithë shtetet përreth në Ballkan, po edhe më gjerë në Evropë. Duke pas parasysh se gjithashtu e kemi edhe ligjin për siguri dhe shëndet në punë, i cili është i harmonizuar me direktivën evropiane, kështu që mendoj se jemi në udhë të duhur, por normal do të duhet qasja tjetë më proaktive nga të gjithë faktorët relevant për siguri dhe shëndet në punë. Saracini Tutje tha se gjatë këtij viti ka pasur dhe disa raste të vdekjeve në vendet të punës. Në Kosovë kemi 16 raste të vdekjeve fatale apo lëndimeve fatale në vend të punës dhe diku 177 aksidente në vendet të punës. Ti kemi një përkushtim më të madh nga aspekti i parandalimit të pandemisë dhe besoj se me atë do të arrijmë qëllimin që edhe lëndimet tjera, edhe rastet e vdekjeve tjera ti minimizojmë apo ta zvoglojmë numrin deri në maksimum sa është e mundur. Gëzim Xorxa, ekspert për siguri dhe shëndet në punë, tregoi se nxënësit janë pajisur me asete të pikturimit për të shprehur mesazhe sensibilizuese. Gjatë këtij aktiviteti kemi shtyllu bashkëpunimin në kuptimin që nxënësit e këtyre shkollave janë pajis me sete të pikturimit dhe gjithnjë duke pas për bazë sigurinë dhe shëndetin në punë, mundu që idetë të tyre ti prezantojnë përmes vizatimeve apo ngjyroseve apo pikturimit të këtyre veprave të tyre me të cilat jemi jashtëzakonisht të kënaqur. Mësimdhënësit dhe nxënësit e kësaj shkolle treguan për punimet që realizuan në nder të kësaj dite. Ne pasi kemi marrë ftesën nga organizata për siguri dhe shëndet në punë, jemi organizuar dhe i kemi motivuar nxënësit që të punojnë me disa piktura, gjithsesi të paraqesin disa profesione të cilat mendojmë se kanë ngjecje në siguri dhe në shëndet gjatë punës, kanë marrë pjesë disa nxënës nga gjenerata të ndryshme dhe të cilët kanë realizuar piktura përmes ngjyrave akrilik, siç po shihni me ngjyra të ndryshme, me karaktere të ndryshme e kështu me radhë. Për ditën botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë, shkolla jonë Gjë Nikol Kazazi e ka bërë një ekspozitë që tregon disa piktura të shëndetit në punë. Kjo është piktura ime. Këto paraqiten 2 njerëz duke u mbrojtur në punë. Sipas statistikave në Kosovë janë 16 raste të vdekjeve në vendet të punës. 2 prej tyre kanë qenë vdekje natyrale nga sëmundje të ndryshme, 3 raste me fatalitet në aksident dhe 11 raste në punë fizike. Secili turist që përzgjedh të vizitoj qytetin e Gjakovës dhe pika turistike mund ta ketë më të lehtë qasje në to. Krejt kjo fal broshurave që ka realizuar Komuna e Gjakovës, respektivisht Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik. Kulla Abdullah Pash Drenit, Xhamia e Hadumagës, Kisha Shëndot,
Teqet, Hani Haraqis, Muzeu Etnografik, Qarshia e Madhe dhe Urat janë vetëm disa nga monumentet kulturore e historike që i shtojnë bukurinë qytetit të Gjakovës. Përveç këtyre ka edhe shumë objekte, artefakte që tregojnë për jetën që zhvillua në këtë qytet të lashtë. Dihet se krahas turizmit kulturor, komuna Gjakovës e ka të zhvilluar edhe turizmin natyror. Shkugoza, liçeni i Radoniqit, shpellat e Kusarit, maja Kurorës janë disa nga pikat turistike të cilat mund të vizitohen nga secili turist. E me qëllim që ky qytet të jetë më atraktiv për vizitorët, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka realizuar disa broshura në të cilat janë të përfshira vendet turistike dhe potencialet ekonomike të Gjakovës. Risi është harta turistike në të cilën përfshihen përveç objekteve kulturore turistike edhe institucionet shtetërore. Pas investimeve që kemi bërë 2 vitet e fundit në sektorin e turizmit, e kemi patë domosdoshme dhe të nevojshme që këto investimit i nxjerrim në pa, dhe kemi një broshurë e cila do të na tregojë kush cilat vende janë në Gjakovë, një pjesë e madhe të që vlen të vizitohet. Ne edhe më herë kemi pas një broshurë në vizitë Gjakovë, po kësaj radhe kemi updateuar me disa vende që nuk kanë qenë parapunta, edhe kësaj radhe kemi shtuar edhe një hartë turistike të Gjakovës, mund këto vende që janë në broshurë, si një turist mund të shkojë të këto vende, ne kemi edhe një qasje më të lehtë për turistët në bazë të kësaj hartës, dhe kësaj radhe përveç pjesës së turizmit, si detyrim kemi menduar që të kemi të gatshme edhe potencialet ekonomike të komunës Gjakovës, që çdo biznesmen ose çdo investitor që është interesuar të investojë në komunën e Gjakovës, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, i ka potencialet ekonomike, zhvillimit ekonomik të komunës e Gjakovës, dhe ka më të lehtë që të marrë informacione rreth kësaj aspekti. Kola i mes tjerës tha se të gjitha investimet që janë bërë do të kenë impakt në turizmin e Gjakovës dhe se të gjitha pikat turistike janë edhe zemra funksionimit të ekonomisë në këtë qytet që dita e ditës po lulëzon edhe me turizëm. Ndërsa tani ju sjellim një informacion nga arsimi, aktualisht në vendin tonë nxënësit e klasave të para dhe të dyta nuk vlerësohen me notim diferencial, por vlerësohen me komente konstruktive të standardizuara kundrejt rezultateve të nxënit. Paralajmërimi për heqjen e notimit diferencial ka ngjallur dilema se cili do të jetë ndikimi që mund të ketë tek nxënësit. Paralajmërimi për heqjen e notimit diferencial për nxënësit e klasave 1 deri në të 5-ën ka ngjallur dilema se cili do të jetë ndikimi që mund të ketë tek nxënësit. E një ide e tillë është përkrahur nga Sindikata e Bashkuar Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Megjithatë, kanë dilemat e tyre se çfarë ndikimi do të kishte tek nxënësit kur të njëjtit do dalin në klasën e 6 dhe të përballeshin edhe me notim edhe me mësim lëndor. Kjo ide duhet provuar edhe janë 2 momente. Një moment se do të hiqej stresi i fëmijëve për notat, do të hiqej presioni i mësimdhënësve nga prindërit, sepse kemi informacione se prindërit një pjesë e tyre, po them, insistojnë në nota të larta për fëmijët e tyre, dhe në këtë mënyrë mbasi do të bëjë më relaksuar mësimin nga 1-5. Kurse drejtori ekzekutiv i Institutit Edgar Trainer Çehaja thotë se largimi i notimit diferencial mund të ndikojë në uljen e përkushtimit të nxënësve për të mësuar. Frika jonë është që largimi eventual i vlerësimit do të eliminojë atë përkushtimin që nxënësit e këtyre grupmoshave kanë pas. Po ashtu rikujtoj që është pikërisht cikli fillor që dallon shumë më shumë se sa cikli i shkollave të mesme të ulta dhe të larta në përkushtim të nxënësve dhe në nota më të mira. Krejt ndryshe mendon njohësi i çështjeve të arsimit Argjend Osmani, i cili thotë se largimi i notimit diferencial është një hap i qelluar, por një vendim i tillë duhet të përcillet me investime masive në infrastrukturën shkollore dhe në zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Unë mendoj se kjo hap është i qelluar, por megjithatë duhet pasur parasysh që duhet të përcillet edhe me investime masive në infrastrukturën shkollore, me zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe me krijimin e një ambienti të dashur për fëmijët ku ata do të zhvillojnë me një fjalë talentet e tyre dhe shkallësitë e tyre. Si largimi i vlerësimit tradicional do të ketë ndikim pozitiv tek nxënësit, e thotë edhe Arjan Musliu, psikolog nga Qendra për Hulumtime Psikosociale dhe Mjekësore. Unë mendoj që notat në këtë drejtim nuk do të ulin interesimin e nxënësve për arritje, po interesimi i nxënësve do të rritet në këtë formë. Pra jo për shkak të eliminimit të konkurrencës, po për shkak se nuk do të kenë diçka
me të cilën ata do të ballafaqohen vazhdimisht, pra notat. Çështja e notimit për klasat 1 dhe 2 është rregulluar me udhëzim administrativ në vitin 2016, ku në nenin 3, pika 3.7.2, thuhet se nxënësit e shkallës nga klasa parafillore deri në klasën e 1 dhe 2 nuk vlerësohen me notë numerike, por vlerësohen me komente konstruktive të standardizuara kundrejt rezultateve të nxënit. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Ndërkohë që në vend ka rënë numri rasteve pozitive me COVID-19, një gjë e tillë po vërehet edhe në komunën e Gjakovës. Sipas shifrave, dita ditës numri pacientëve që po trajtohen për COVID-19 në spitalin Isa Grezda po bie. Situata e njëjtë e zvogëlimit të rasteve është edhe në institucionet arsimore. Shoqata kosovare për siguri dhe shëndet në punë së bashku me shkollën Xhon Nikol Kazazi në Gjakove shënuan ditën botërore të sigurisë në punë. Secili turist që përzgjedh të vizitojë qytetin e Gjakovës dhe pika turistike mund ta ketë më të lehtë qasje në to. Krejt kjo fal broshurave që ka realizuar Komuna e Gjakovës, respektivisht Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri.vizvizion.tv. Mirupafshim.